s'kem s'ka na me qumë gata aty sa në qenë procedura të rregullta çdo san edhe ma s'kisha dosh me i ma ëllësisht. Jeton Zogaj është një tjetër banor i fshatit Zajm i cili pretendon se një pjesë e tokës së tij ku edhe e ka shtëpinë ka kaluar në pronësi të Bashkim Ahmetaj. Shtëpia është ndërtuar shumë vite më parë dhe tash prona figuron në pronësi të një pronari tjetër. Na jetojmë ne se baba këto prona i ka bler 1979. I kemë do dokumenta që na vërtetojnë këto. Edhe jemi në procedurë për kthimit, si kena pas kushtet deri tash me 24 maj 2021 kena filluar me procedurat për kthimit toka. E në ndërkohë ka ardhur dikush edhe ka përkthy tokën tonë, e na jemi procedurë për kthimit. Kur e ka përkthy ky person që ju po thoni? Toka jonë o përkthy me 17 dhjetor 2025. Ndërkohë ju keni qenë në procedura prej vitit 2021. Po. Prej 24 maj 2021 që kena filluar procedurat e përkthimit, aja ardh me 17 dhjetor të vitit kaluar 2025 i ka përkthy tokat pa ditë në gjonit. Kush është ky person dhe çush e keni marrë vesh? Na fillimisht e kena marrë vesh për një kojshi Jesusi, kur a qunë mëngjes e ka pali tabel që ka shkruar aty pronë private me numër të vojt e ka thirrë, ka thonë i ku përkthy tokat. Edhe na ka treguar edhe neve, këtë shatit jena shku në komunë, kena lyp të katastri, kur kena po edhe toka jonë është përkthy një pjesë e tokës tonë, ka dalë namën të Bashkim Ahmetaj. Çfarë dokumentash posedoni ju që atëherë e keni blej këtë tokë? Dokumenta kena, nëse ato të para luftës na kanë djegë, veç prej mas luftë kemë atë që pagujmë të tema sana për shtëpia, për të se kjo troll, që të shinë edhe për mrapa shtëpia është, që kemë edhe shtëpia për para luftës që ka qenë, amarohu në 89-ën këtë shtëpi, dhe mund kjo është prull e jona, kemë edhe këtë shatin dëshmitarë, nuk është që në ardhje, i të kuptu. Unë jem lirë 1981, kam lim të. Personi që pretendohet se e ka bler pronën është Bashkim Ahmetaj. Ai është nga Deçani. Në kontakt me ekipin ton, ai thot se tokat i ka bler nga Muharrem Berisha. Do të thot, unë jem blerës prej Muharremit, tjetër nuk njoh në person tjetër. Unë jem ai që e kum ble prej Muharrem Berishës, disa sa jemi të qartë. Kur e ke ble përafërsisht? Nuk s'kem s'ka na me qumë gata aty sa në qenë procedura të rregullta çdo san edhe ma s'kisha dosh me i ma ëllësisht. Se ata i kanë bërë dëzhurma pa lidhje që ka mujt mu konë punë e kry me çdo san. Po të njës nuk as që du mu merë ma çështje deri në gjyq. Gjyqi i sqaron çdo detaj. A jeni kontaktu prej policisë? Tash sfundmi? Jo, s'kom arsye. Kontratat në këtë rast janë zhvilluar tek noteri Granit Gërvalla. Ai konfirmoi se ka zhvilluar procedura me palë të përfshira. Ai tha se disa prej banorëve në zyren e tij kanë përpiluar deklaratat në mbetim, të cilat janë kërkuar nga agjencia për krahasim dhe verifikim të pronës. Por sipas tij, procedurat për bartjen e pronësisë kanë qenë duke u zhvilluar pranë kësaj agjencie, jo para tij si noter. Deklaratat në mbetim përbëjnë deklaratat të njëanshme të vullnetit të palës, të cilat noteri vetëm i vërteton dhe i merr në mbetim nga pala deklaruese. Theksoj se me anë të deklaratave në mbetim nuk mund të bëhet ndryshimi apo bartja e pronësisë pranë noterit. Saj përket pretendimeve lidhur me nënshkrimin e kontratës së shitblerjes për një parcele cila ndodhet në fshatin Zajm apo cila do parcelë, sqaroj se dokumentacioni për çdo kontratë të përpiluar në zyren time ka qenë i plot dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi, ashtu siç kërkohet për lidhjen e kontratave të shitblerjes nga noterët, në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse. Përkatësisht, fleta poseduese e pronarit të palojitshmërisë së bashku me kopjen e planit, certifikata martesës së palëve shitse blerëse, vendimi i trashëgimisë,
në rastet kur prona është e deklaruar si e fituar me trashëgimi. Dokumentet e identifikimit, letërnjoftimet e paleve kontraktuese. Theksoj se ne, si noter, nuk kemi kompetencë ligjore apo detyrim për të verifikuar në terren se kush i shfrytëzon parcelat apo të kujt janë. Pasi, pronësia vërtetohet dhe argumentohet vetëm përmes fletës poseduese dhe dokumentacionit përkatësës pronësor, ashtu siç parashihet me ligj.